Me Fatostanun, ke komunikim tani? Kam. Rrallë tani, se ai, si që dini, ka pak probleme shëndetësore. Më rrallë, po. Është mirë tani, do më të në qa thuet për të? Është mirë. Jeton këtu apo në Vjenë? Këtu. Tu, ka kohë që jeton këtu. Të kanë propozuar për të bërë deputet në 97-ën? Në 97-ën, kur bëhej edhe drejtë deputet. Po, kush nuk bëhej atër? Po, më thirrën në selinje e Partisë Socialiste, nën kryetarët, edhe shkova bashkë me Regjina Nanën, gruan e Fatostanës, po. Unë i kam miqë ata, e them hapur që me Fatosën, me Regjinën, me Tjatin, me Marien, me maman, me motrat e Fatosën, me mozën sidomos, unë kam miqësi, sepse shkoja shpesh, shkoja për punë, më duaj Fatosë, për shembull, intervistën e parë që ka dhënë 2 orë përpara se të hymë në burg, e ka bërë me mua. Edhe kur i thash Fatos, a mendon që kjo thirrje në prokurori do, po edhe mund të mos kthehem.